Përshëndetje, si që shikoni nga titulli, sot do t'jetë një video shumë ndryshe nga video të cilat unë kam postuar deri tani në kanalin tim. Sot do t'kemi një story time, është një histori e imja, se si unë u përballa me ankthin dhe se si e kalova ankthin. Dhe them të drejtën, e kam menduar shumë gjatë në qoftë se duhet ta tregoja përballjen time me ankthin, ose në qoftë se duhet ta leja në të kaluarën, por i vetmi fakt që po më bën të dal sot këtu edhe të flas me detaje dhe të flas çdo gjë, është sepse e di që ndoshta aty jashtë mund të ketë shumë vajza që ashtu si unë dikur, mund të jenë tani duke u përballur me situata të pakëndshme, mund të jenë duke u përballur me ankthin dhe nuk po dinë se si ta menaxhojnë. Unë doja të dilja dhe të flisja këtu si një histori suksesi, le të themi, pra unë e kam kaluar ankthin edhe tani jam shumë mirë. Dhe pa unë përkohë po filloj dhe po ju tregoj historinë time. Ka qenë fundi vitit 2023, ku fillova të kisha shenjat e para të ankthit. Fillimisht nuk është se kisha kaq shumë informacion sa mund të kem sot, dhe të them të vërtetën, në atë kohë trajtimi i temës së ankthit ka qenë shumë i reduktuar në krahasim me sot. Pra sot ka shumë emisione që e trajtojnë si temë, kanë dalë shumë vajza dhe kanë folur për ankthin. Është bërë diçka më normale se sa ishte në periudhën që unë e kam kaluar, pra nuk kisha kaq shumë informacion sa ka sot. Dhe shenjat e para kanë qenë shenja të cilat ti lehtësisht mund t'i ngatrosh me diçka tjetër ose mund t'ia vesh fajin dikujt tjetër. Unë për shembull, tek shenjat e para kam pasur aritmi, pra raje të shpejta të zemrës, dhe një ndjesi të përzjerash, sidomos në darkë. Pra kur shtriesha në shtrat, më duke si ku më përzjenta dhe kisha këtë ndjesinë e rajeve të shpejta të zemrës. Në atë periudhë unë ja kam lënë fajin kafes, pra 2 javë e para, mendoja që kjo ritëm i shpejtuar i zemrës më vinte nga konsumi kafes. Pra nuk e lidhja fare me ankthin. Dhe kam ndërprer kafen, fillimisht ditë e para, pasi ndërpreva kafen, më duk sikur isha më mirë dhe sikur çdo gjë ishte okay. Por këto simptoma vazhduan që të ishin prezente pas 2 javësh. Edhe kështu kanë kaluar disa muaj që unë nuk e kuptoja se nga më vinte dhe çfarë kisha. Faktor shumë i rëndësishëm në historinë time ka qenë se unë nuk kam pasur qetësi, pra kam qenë në një periudhë shumë të ngarkuar në periudhën që kjo gjë më ka ndodhur, dhe mendoja se më vinte nga kafja, por në fakt ishin të gjithë faktorët ku unë jetoja, situatat personale, pra në thelb nuk kisha qetësi dhe kjo ishte arsyeja pse mua më ndodhte ankthi, por unë në fillim nuk e pranoja dhe thoja që jo, nuk ka mundësi, më duke një gjë shumë e largët, pra si ato filmat që ti shikon në televizor dhe ngjarjet që ndodhin aty mendon se nuk do të ndodhin asnjëherë, ose thua si ka mundësi që po i ndodh kjo, mua nuk do më ndodhte, por ja që vjen koha dhe të ndodh. Është shumë e rëndësishme të theksoj në historinë time që simptomat sa vinin dhe bëheshin më të theksuara. Kulmin e kam arritur në dhjetor të vitit 2023, ku vërtet kuptova se unë nuk jam mirë, nuk jam më vetja ime, nuk jam më personi që bën 100 punë në ditë edhe përsëri nuk ndjen lodhje, nuk jam unë ajo që kënaqem me çdo gjë të vogël, përkundrazi nuk po më pëlqente më asnjë gjë.
as tek vetja, as tek pamja ime, as tek gjërat që më rrethonin. Ditë pas dite doja që të isha vetëm, doja që të kaloja kohë vetëm. Kishte shumë ditë që nuk çohesha fare nga shtrati, pra flija zgjohesha në shtrat dhe nuk konsumoja fare ushqim. Pra, le të themi që dëshira ime për të ushqyer po reduktoi ndjeshëm. Madje arrita në pikat që çdo ushqim që shija më jepte një lloj neverie, pra nuk doja ta shikoja fare, madje edhe ushqimet e mia më të preferuara më dukeshin shumë nuk më pëlqenin fare, nuk doja që ti konsumoja. Haja me zor, mund të haja vetëm një herë në ditë. Pesha ime u reduktua shumë, pra unë mund të kem humbur gati 10 kg vetëm në 2 javë. Dhe ajo që më shqetësonte më shumë ishte dhe pagjumësia. Pra, gjumi u bë diçka shumë e pakët e ditës time. Pra, unë flija në orën 5 të mëngjesit edhe çohesha në orën 7 të mëngjesit. Dhe kjo gjë për ditë të tëra nuk doja të dilja, nuk doja të bëja asgjë. Pra, çdo gjë më dukej kot. Në atë periudhë jam shkëputur shumë edhe nga puna, pra nga rrjetet sociale, nga çdo gjë që më rrethonte. Ndoshta mund të dëgjoja në pjesë të ditës muzikë, por edhe ajo muzikë le të themi që ishte goxha e trisht dhe ka pasur ditë që kam qarë shumë me orë të tëra pa një arsye specifike, por në përgjithësi më vinte për të qarë. Dhe ka qenë kulmi, pra kulmi ka arritur në momentin që unë fillova të kisha dhe atak paniku gjatë natës. Pra, rreth orës 3-4 të mëngjesit mua më kapte atak paniku. Në qoftë se më zinte gjumi, prandaj kjo ishte një nga arsyet që unë nuk flija më. Në qoftë se u flija, për shembull flija në orën 12-1, në orën 3 mua më dilte gjumi, edhe zgjohesha e tmerruar. A thua se jeta ime po mbaronte në ato momente. Atak paniku është një nga eksperiencat më të vështira që unë personalisht e konsideroj, pra sidomos kur të ndodh herën e parë, vërtet kam menduar se kaq ishte, thjesht po mbaron jeta ime këtu. U çova në orën 3 dhe thjesht ke një ritëm shumë herë më të shpejt të zemrës, pra mund të shkoj deri në 140, zbehesh në fytyrë, ke vështirësi në frymarrje dhe ndonjëherë edhe gjymtyrët e tua nuk funksionojnë mirë, pra nuk i ndjen në këmbë duart. Mua zakonisht më ndodhte me njërin këmbë ose me njërin dorë, ndjen bjerje të duarve. Dhe thjesht ke një panik shumë të madh, nuk e kupton se çfarë ke fiks, nuk e kupton se çfarë po ndodh, thjesht të duket sikur je në një ëndër të keqe dhe thjesht vjen në dyshim nëse ti jeton akoma apo nuk jeton. Pra, ku e di, është një ndjesi shumë e keqe, shpresoj të mos ta përjetoni kurrë. Dhe nëse e keni përjetuar, thjesht e di se si ndiheni dhe e di se sa e vështirë është si ndjesi. Pra, janë vetëm 5 minuta, por ato 5 minuta të duket sikur janë fundi. Pasi më ka ndodhur herën e parë, kontrollova në internet dhe mora informacion se çfarë ishte. Aty u njoha me faktet edhe me simptomat dhe të gjitha lidheshin me njëra tjetrën. Dhe më ka ndodhur edhe herë të tjera, pra episodet ishin të shpeshta, mund të ndodhte një herë në javë, 2 herë në javë, 3 herë në javë. Por normal hera e parë ka qenë ajo më traumatikja. Më pas herë të tjera jam përpjekur që të luftoj me veten, pra t'i flas vetes, të bind veten që kjo është vetëm 5 minuta, kjo do kaloj dhe
dhe do bësh mirë, por e keqja atak panikut është që zakonisht ndodh kur trupi bie në qetësi dhe zakonisht ndodh gjatë natës, jo se gjatë ditës nuk mund të ndodh. Mua personalisht më ka ndodhur vetëm natën dhe mendoj se lidhet shumë me faktin që natën çdo gjë duket akoma më e madhe, pra dhe problemet më të vogla duken sikur janë shumë herë më të mëdha se sa ditën dhe është kjo arsyeja që trupi është pak në qetësi dhe po mund të ndodhë më shumë natën. Dhe kjo është pak a shumë ajo që më ka ndodhur, nuk doja asnjëri, pra më bezdiste çdo telefonat, më bezdiste çdo ftesë për të dalë, më bezdiste çdo pyetje, nuk doja të më pyesnin për asgjë, thjesht isha mbyllur në atë botën time, le të themi, të atyre muajve dhe thjesht nuk më interesonte më asnjë gjë. Një nga arsyet pse vendosa ta bëj këtë video sot është sepse dua t'ju them edhe gabimet që unë kam bërë dhe të mos t'i bëni ju nëse jeni në një situatë të ngjashme me timen. Një nga gabimet që unë kam bërë është që nuk kam folur me askënd. Pra, fillimisht gabimi i parë ishte që unë ja pranoja vetes që diçka nuk shkonte. Thoja jo, nuk më ndodh mua, jo nuk ka lidhje kjo, jo injoro këtë, jo injoro atë. Pra kam injoruar shumë gjëra përreth, të cilat nëse do t'i kisha pranuar më shpejt do ta kisha kaluar më lehtë. Faktori i dytë, siç e thash, është që nuk kam folur me askënd. Pra, nuk doja të shqetësoja familjen, nuk doja të flisja me shoqet, nuk doja të flisja me një specialiste. Dhe kjo ka qenë një gabim, sepse kjo më ka rënduar më shumë, sepse përveç se faktit që unë nuk isha mirë dhe isha në këtë situatë, para njerëzve unë aktroja sikur çdo gjë ishte okay. Pra, nuk e kam dhënë veten para njerëzve, edhe pse mua mund të më pyesnin pse je dobëzuar kaq shumë, pse je zverdhur, pse nuk del, pse nuk flet, pse ri mendohesh, unë përsëri nuk tregoja çfarë po kaloja. Thjesht e baja me veten time dhe kjo ka qenë një nga gabimet më të mëdha, sepse prej momentit ku unë kam filluar të shprehem, kam filluar të shprehem me shoqen time, prej atij momenti jam djerë më e çliruar. Dhe kam kuptuar që ndoshta këtë gjë duhet ta bëja më përpara. Pra, ajo që doja t'ju them është që flisni me një njeri të afërt tuaj. Nëse nuk doni të merrni një ndihmë të specializuar, që unë personalisht nëse do kthesha edhe një herë, do doja shumë ta kisha bërë këtë gjë, pra të kisha marrë një psikologe, dikë që unë mund të flisja, një specialist që të më drejtonte më mirë në rrugën e duhur, të më ndihmonte të dilja nga kjo gjendje dhe ta kapërceja këtë gjendje. Por unë nuk e bëra. Unë qëndrova e mbyllur në vetvete. Kështu që ky ka qenë një nga gabimet më të mëdha që unë kam bërë dhe do doja të mos ta bënit ju, pra e para flisni me njerëz të afërt dhe e dyta drejtohuni tek një specialist, sepse është shumë e rëndësishme në rastet e ankthit, atak panikut dhe të gjitha këto situatat e tjera. Dhe kështu, me kalimin e kohës, ishte një moment shumë i rëndësishëm ku vura në peshore shëndetin tim dhe gjithë gjërat e tjera. Thash, ka rëndësi shëndeti yt apo gjithë këto gjërat e tjera. Dhe pasi kam vënë në peshore çdo gjë dhe shëndetin tim, dola në një përfundim që vetja ime është kryesorja dhe që të gjitha ato që po ma jepnin këtë situatë duhet të largoheshin nga jeta ime. Pra, unë duhet të largoja çdo mendim negativ, çdo person negativ dhe çdo ambient toksik nga jeta ime dhe të zgjidhja veten time. Pra të mos e mendoja më veten dhe mos mendoja më shumë të tjerët se sa veten time. Dhe aty ka qenë pika ku fillova të bëja kthes. Normal që nuk ishte as pak e thjeshtë, sepse është një luftë me veten, pra ti përpiqesh që
ta mbushësh veten me mendime pozitive, ti përpiqesh që ta kalosh situatën ku je, por normal që ditës ke shumë luhatje, pra në një moment e motivon veten dhe në momentin tjetër e lëshon veten poshtë dhe duhet të jesh shumë e fortë gjatë gjithë kohës. Ajo që mua më ka ndihmuar shumë ka qenë të shkruarit, pra mora një blog edhe shkruaja çdo mendim që kisha dhe më pas ato mendime mundohesha që ti shija me një sy tjetër dhe kjo ka qenë paka shumë. Sot për fat mirë jam shumë mirë, nuk kam pasur më episode të atak panikut, më shumë se sa një vit, dhe nuk kam pasur fare mendime negative, pra e mira e kësaj situate dhe e mira e gjithë kësaj që mua më ndodhi është që mora vendime shumë të rëndësishme për të ardhmen time, pra ndryshova shumë gjëra të cilat mua jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ose le të themi ato gjëra të cilat unë i injoroja, por që në fakt ishin shkak i gjendjes time, i largova dhe arrita që të fitoj veten, pra ta dua më shumë veten, tani asgjë nuk më bën më përshtypje, nuk më intereson asgjë e vogël, para shëndetit nuk vlerësoj asnjë gjë, para kohës me familje nuk vlerësoj asnjë gjë. Dhe ndoshta më duaj ta kaloja këtë për të kuptuar që gjërat e vogla kanë vlerë shumë herë më të madhe dhe ndonjëherë gjërat për të cilat ne e vrasim mendje nuk kanë asnjë vlerë në jetën tonë. Pra, ndonjëherë ne mendojmë shumë për të tjerët, çfarë do thonë të tjerët, po kjo po ajo, por në fund asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ti të përqafosh gjërat më të rëndësishme, që për mendimin tim janë familja dhe shëndeti. Nëse ke këto të dyja, çdo gjë tjetër zgjidhet dhe asgjë tjetër nuk ka rëndësi, pra nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët, nuk ka rëndësi se çfarë mendon lagja, nuk ka rëndësi se çfarë mendon Instagrami, etj. Më ka bërë shumë mirë, sepse më ka ndryshuar shumë si njeri, më ka rritur më shumë si eksperiencë dhe më ka bërë shumë herë më të fortë. Pra pasi kam kaluar atë, mendoj se mund të kaloj çdo gjë. Thjesht doja të ndaja me ju këtë histori dhe këtë përballje për të kuptuar që në fund të ditës kemi vetëm veten tonë. Nëse ti nuk e shpëton veten, nëse ti nuk e ndihmon veten, askush nuk mund të të ndihmojë. Pra mund të vi kushdo, por vetëm ti mundesh që ta nxjerrësh veten nga aty ku e ke futur. Sepse në një farë mënyre, pa e kuptuar ne, duke injoruar disa faktorë, e lejojmë veten që të bjerë poshtë, derisa arrin në atë pikë ku edhe vetë trupi nga ana fizike fillon të reagojë. Pra të gjitha ajo ngarkesa mendore që ne japim vetes, në një moment të caktuar shpërthen dhe kthehet në pasoja dhe në efekte fizike. Pra trupi fillon të reagojë dhe ne fillojmë të ndjejmë dhimbje, fillojmë të ndjejmë shqetësime, fillojmë të ndjejmë pagjumësi, humbje oreksi, të gjitha këto që duken sikur janë një smundje, por në fakt janë të gjitha nga ngarkesa që ne i vendosim vetes. Kështu pra, kjo ishte historia ime me përballjen me ankthin dhe dua të them që nëse je duke kaluar tani këtë, do e kalosh, do e dalësh, ndoshta një ditë do e kujtosh ashtu si unë sot po e kujtoj pas shumë kohësh dhe do më duket diçka shumë e largët dhe në fund të ditës jam mirënjohëse edhe që e kam kaluar këtë gjë. Nuk ka qenë eksperjenca më e mirë, ka qenë shumë e vështirë, por ajo që më ka dhënë kjo eksperiencë më bën të jem mirënjohëse që e kam kaluar, kështu që nëse po e kalon të njëjtën gjë, thjesht vendosi forca vetes dhe ti mund t'ja dalësh, është një situatë kalimtare, thjesht përpiqu të largosh nga vetja çdo gjë toksike që
ty nuk të bën të ndjesh mirë, mos dëgjo askënd që do të uli edhe do të bëj keq, thjesht fokusohu tek familja dhe fokusohu tek vetja jote dhe çdo gjë do kalojë dhe një ditë do jesh shumë herë më mirë. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak me këtë video dhe edhe pse ka qenë shumë e vështirë për mua që të shprehem, duke marrë parasysh që këto nuk i kam ndarë me askënd, pra shumicën e këtyre që unë thash sot nuk i di askush, por e vendosa që ta bëj këtë video gjithsesi dhe shpresoj që kjo video të vijë si një zë shprese, si një motiv pozitiv për ta parë jetën më bukur, për ta përqafuar jetën më shumë, për ta dashur veten më shumë dhe shpresoj që mos ta përjetoj askush tjetër dhe kush e përjeton ta kaloj sa më shpejt dhe të filloj të shkëlqej përsëri, pra gjithë atë shkëlqimin e humbur që ankthi sjell, ta rifitoj sa më shpejt dhe të kthehet në normalitet. Shumë dashuri për ju, shumë faleminderit që më ndiqni. Mos harroni të më bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe në qoftë se ju keni histori të ngjashme ose një histori të cilën doni ta ndani, le të jem zëri juaj dhe ma shkruani historinë dhe unë do ta tregoj në vazhdim. Do përpiqem të bëj më shumë video të tilla, më shumë video ku tregoj eksperiencat e mia dhe historitë e mia, sepse kështu dhe ndihem më afër jush dhe më shërben mua si një lloj terapie për të folur me dikë, por dhe duaj që të ndihmoj sa më shumë dhe duke ndarë eksperienca ndihmoj njëri tjetrin. Ju puth, të shihemi në videon tjetër.